në Bashkimin Evropian. Sot kjo kërkesë u diskutua në konferencën e kryetarëve, ku çuditërisht përfaqësuesit e majorancës në konferencë vendosën që në kuvend nuk do duhet të ketë debat. Edhe pse kërkesa e opozitës është tërësisht në përputhje me rregullorën, majoranca doli edhe një herë zbuluar që nuk dëshiron debat parlamentar. Sot dolën zbuluar edhe pse nuk lejuan debatin parlamentar në seancën e datës 18 shtator, ku programi i qeverisë dhe përbërja e Këshillit Ministrave kaloi në votim pa debat. Sot u rrëzua edhe alibia e trash që opozita nuk dëshironte debat, se prishi seancën, sepse vota e sotme në konferencën e kryetarëve dëshmuan qartë se kush janë ata që ikin debatit parlamentar. Kush e don kuvendin e Shqipërisë që t'jetë me mec, të mos diskutoj, të mos debatoj, të mos analizoj. Është e pa imagjinueshme për çdo parlament funksional në çdo vend demokratik që qeveria, pra shumica, t'i ik debatit për prioritetet e qeverisë. Por për Shqipërinë, kjo është mëse e kuptueshme, sepse s'kan as prioritet, as program, as arritje, për cilat do duhet vinë t'ja bëjnë transparent në kuvend qytetarëve shqiptar. Mohimi i drejtës për debat, të kërkuar nga opozita, tregon mendsinë e Edi Ramës për ta bërë Shqipërinë nga republikë parlamentare në republikë kryeministrore. Edi Rama don një kuvend pa gojë dhe pa mendje, fiks ashtu siç ka përbërjen e re të grupit vet parlamentar, cilët as mendojnë, as reagojnë, as flasin, vetëm votojnë sa herë urdhrohen nga Edi Rama. Kërkesa për mocion me debate opozitës ishte e qartë, konkrete dhe lidhej me një çështje për cilët qytetarët shqiptar dhe për ne është vendi ku debatohet, ku flitet, dhe jo vendi ku votohet çfarë është interesi personal i Edi Ramës. Dua të siguroj qytetarët shqiptar se grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të shfrytëzojë çdo mekanizëm parlamentar për të realizuar debatin e munguar dhe të mohuar sa i takon prioriteteve të programit qeverisës që është paraqitur në kuvend, i cili më shumë ka gafa se sa çështje në interes qytetarëve shqiptar, por gjithashtu edhe për integritetin e anëtarëve të kabinetit të ri qeveritar. Gjithashtu po sot u refuzua një tjetër mocion me debat për miratimin e një rezolute për dënuar gjenocidin serb të kryer në Kosovë, me qëndrime dhe pretendime absurde të tipit që do duhet ishte bërë në vitin 1999. E vërteta është që kuvendi i Kosovës ka miratuar në 17 maj 2019 një rezolut për dënimin e gjenocidit serb të kryer në Kosovë.